Ndryshime të mëdha, njihuni me 4 shenjat më fatlume të horoskopit për muajin maj. Peshqit, energjia e ndryshimit do të jetë aq e fuqishme sa që me siguri nuk do të jeni në gjendje t'i shpëtoni, edhe nëse përpiqesh të qëndrosh në sfond, do të kthehesh në jetën tënde të përditshme, mbrekullit dhe aventurat do të gjejnë. Fati po përgatit një surprizë të veçantë për ju, prandaj përgatituni për një fund fantastik të pranverës. Maji do t'ju surprizoj, por vetëm në mënyrë të mirë, kështu mos u shqetësoni. Virgjëresha, horoskopi për fundin e pranverës ju premton ngjarje të pabesueshme. Megjithatë, nuk duhet ta nisësh këtë udhëtim vetëm, gjej dikë që do të jetë mbështetja jote më e mirë. Pushtimi i çdo maje bëhet shumë më i lehtë me atë të cilëve u beson plotësisht. Por më tepër pranë jush mund të shfaqet dikush që mund të bëhet shpirti juaj binjak dhe kjo do të ndryshojë jetën tuaj. Demi. Fati nuk do të presë që të jesh gati për të gjitha surprizat që ka rezervuar, pra nuk ka gjasa që të përgatiteni për fillimin e jetës suaj të re. Do të ndodh papritur dhe shpejt, maji do të fillojë me ngjarje të rëndësishme që do t'ju bëjnë të hidheni nga gëzimi. Suksese të rëndësishme profesionale janë të mundshme dhe ato do t'ju bëjnë të ndiheni më të qëndruar. Luani, muaji i fundit i kësaj pranvere do t'ju ofroj përvoja të paharrueshme, të këndshme dhe të veçanta. Këto ngjarje do të mbeten në kujtesën tuaj përgjithmonë, pasi ato jo vetëm që do të ndryshojnë jetën tuaj, por edhe do të bëjnë të lumtur atë. Mbani ekuilibrin tuaj dhe përpiquni të mos harroni as punën dhe as pushimin. Fati ju jep mundësi të shpëtoni nga të gjitha problemet në çdo fushë të jetës suaj.